Grupi Drenica ka qenë edhe general Samil Shtoku. Po. Po shpesh herët kanë akuzuar ty që ja ta ka blen libanes, jo i ke dhënë pore, i ke marrë pore. Në fakt, ç'është njëjtë me Samil Shtokun, edhe çfarë personi është? Me Samil Shtokun unë s'm njoft kur. Ai ka qenë general i unë, po s'ku po son s'mo ko lufte me naj çto. Me thon as mas lufte, kur njët s'kum pi kafe me ta. Dek të na ku na kanë ngrita këta akuzat, sa ty mi njoftu edhe kemi fol me njëri tjetrin. Pse ai ka pas shoqërinë e vet, rrethën e vet, unë kam pas shoqërinë mirë rrethën e vet. Edhe generali atë akuzat që ka bërë ti, ju ka bërë pa bazë. Është marrë atë akuzë me lexu çka shkruan ta. Fëmia me pas, mu më duket se çka kish pas konta në për të bërllogën në Drenis, ishin shku kishin të bullë sa kanë gjukë të tërkosh, veç me najqit neva atë. Edhe kjo është. Çfarë mendimi keni për general Samil Shtokun? Unë e kam mendimin është njeri shumë i mirë, njeri shumë i qetë, kjo nxa venin Ademit. Ademi Jasharit? Po. Po shoku më i ngushtë i Ademi Jasharit. Po shoku më i ngushtë i Ademi Jasharit. Edhe familja Jashari kanë pas shumë raporte të mira. Do të me lo politiken, se politika kret nga tresat për najbje. I kanë pas raporte shumë mira me to. Me Ademin, me komandonin legjendar. Me to. Ka qenë shok i afërt i tij. Ky do të mi ditë, veç do të mi këshyra aksionet që i ka pas Drenis Samil Shtoku. Me forcat serbe. Ishte tërsa s'kemi çka me. Edhe do të me di çfarë njeri ko. Mirë po, nuk po mja hu vleftën. E vërtet. Mu do. E çka mendoni për donjëherë që po e fyjin, po e shohin figurën? Si sa vesh një. Ai që shon ushtar të QK-s, ai që shton veteranët, invalidet, e prorët, përgjithësi u QK-n. Ai nuk o njeri, a përse që të gotë. Qështë që ke gotë, së në komara ka që me qitë ndarësme, po këtë me qitë zbonët, veç në që është e kësha thybje. Ja, mos e zë, të kete e frillë, s'ke. Më polë, po, ku më ma sho mu dikush nonën, kur e kom dvrane, ma kam vra shkit. Ku më ma sho babën, e kom dvrane. I kom gjdukën si kom gjithë halo kufumat. E ta isha qëtë në internetet, shërë me t'jasharit, kështu ja bob shanonës. E qa mi bati? Unë se kësha një penalisht. Po e një ku kështu, ka të narqe, me kanon. Me dhe penzu se lo, s'ko ka ikë. Ka ndodhur një rast, qështu, a? Ka shoh një unë edhe ke shku të... Ka shoh një unë edhe i kum shku në shtime, edhe i kum thonë që qka, dil ku i e. 3 ditë e kum lip. Pse? Ti në kosh burë, në kosh asi burri. Pse pe shoh njerin, dilin rrugë. Unë zdi me shoh njerin. Zdi, si mësu me shoh, nashta muj me bo fjallë me të mu mytë krejt, po me shoh se shoj. Veteran të luftës, invalid, pa morë parasysh. Unë e kum qenë burg për para, së më rënsi për çka jam ka. Kum pas njeri që koj denu 25 vjetë që ja ka shoh nonën. Se ka bajë se shqiptari traditë kemë. Ta që kanë qitë nonën hullaq. Hullaq e ka dush, e shoh, e ka dush, e rrë e ka dush. Po nuk shka në shka. Heron, po. Herona. Heron dhe po që ju nëzit. Ja, nëzit. Veç një. Unë halasja kum gjithë ku format prindve, ja kum do venin. Nonës edhe babës kum ishti me vërës. I kishë dukur. Po. Edhe moj i mytë që i gjoj këfomat e tyne, e qëtë në internet ku hena tjetët, këj komandant të lypë mja po kështu. Ti bon mja kështu. Ti nuk shko bre, na jem shqiptari, i kem traditat tona. E vërtet. Jetojmë një ven tonë qetë, po e mire në ka qupesh. E pse unë zëjtë e ashtu? Më falë, e di pse në zëjtë. Pse, këtë gotë që këmë thymë ka pason një unë i shtirë, e s'ku mujtë me nëzonë ati me t'ja bon, se s'po mujtë me shoh, e merë dhe i farë momenti edhe thejva që ta. Po, me dhe pika të zëjtë tonë që të më shonë, ko mu përbalu unë kur tybe në lejmer kërkon. Veç, por që sa tetëm në herë, ko me pos të lashëm me mu. Se si kom bërë që tu më ma shoh. Kemi pos në edhe i mirin këtu që kanë ngrej akuzat rona, drejtuar general Samil Shtokut duke thonë që ma ka vrau vllavin, e vllavi ju ka shkolleru, po. I meri në vetë në përmjes e kronit që kum posa se një heqë. Kur një s'kum najtë me tha. Kanë thonë, kur t'hup senin dysha gjithë kanë. Këty ju ka vrallahu dyshan. Po nuk bo me dyshu në krejt Drenisën. Ma ka bo këj, vendos dikon, ngu le grepin. Te peshku, që këj peshkom, që këj persona,